Mirë se erdhët sërish në Rezën tonë, sipas përmbledhjeve më të fundit nga meteorologët apo qendrat ndërkombëtare të motit, kjo verë do të karakterizohet nga efektet e fenomenit klimatik El Nino, fenomenit të fuqishëm, i cili po dikton temperatura ekstremisht të larta dhe një mot të çrregullt në të gjithë rajonin e Mesdheut. Sa do të preki El Nino vendin tonë dhe si do të ndikohet vendi ynë pikërisht nga ky fenomen klimatik, do të flasim me Lajda Porin. Ndërkohë dua t'u theksoj që OBSH-ja këtë fenomen e ka quajtur si një nga kërcënimet më serioze të shëndetit publik dhe klimën globale, duke paralemëruar se ndryshimet klimatike po amplifikojnë gjithashtu edhe efektet në nivele rekorde, valet e të nxehtit janë bërë dhe vrasësi kryesor, kështu që duhet folur për këtë, duhet perceptuar ndryshe edhe arkitektura në fakt e qyteteve si kundër flitet në shumë studio televizive, por fillimisht përshëndetim me Lajdën. Të përshëndes Lajda, faleminderit për kohën tënde. Përshëndetje, mirë se ju gjej. Një jetë të tërë dedikuar meteorologjisë, kështu që një profesioniste si ti, sigurisht që në këto ditë të nxehta apo dhe në momentet të sezonet të caktuara, është e dura për të marrë mendimi profesional se si ky fenomen, për shembull, si për cilin po flasim, fenomeni klimatik El Nino, mund të ndikojë edhe në vendin tonë. E prek Shqipërinë fillimisht apo jo dhe çfarë fenomeni është ky? Çfarë sjell? Atëherë, fenomeni i El Niños është një fenomen klimatik i cili ka ekzistuar gjithmonë, qoftë edhe mira vite më përpara, patjetër që fenomeni El Niños sjell ngrohje të paqësorit dhe ka një ndikim në rang global, pra e prek gjithë globin. Dhe sa herë kemi efektin e El Niños, ne presim periudha pasardhëse që mund të jetë 2 apo 3 vite, të cilat kanë temperatura më të larta mesatare vjetore. Që do të thotë ne, duke qenë se jemi në efektin e El Niños i cili ka startuar që në fillim të majit në ujërat e paqësorit, presim që të kemi jo vetëm një verë të nxehtë, por presim që të kemi një vit të nxehtë, jo vetëm 2026, por mund të fillojë edhe deri në mesin e 2027-s, temperaturat të jenë më të larta se mesataret normale klimatike. Duke i shtuar fenomenit El Niños në 3 dekadat e fundit ndryshimet klimatike, presim vlera ekstreme dhe prandaj është quajtur edhe super El Niño. Sepse fenomeni El Niño në fakt le të themi ka ekzistuar edhe para viteve 90 kur ishim në kushtet e një klime krejtësisht normale dhe kur temperatura e qershorit ishte 30 apo 31 gradë, fenomeni El Niños ndikonte duke e çuar këtë termometër në 33 apo 34 gradë, në raste të rralla 35 gradë, por ne sot jemi në kushte krejt të tjera. Ne jemi në temperatura, kemi patur që në fundin e majit temperatura 37 gradë. Për të normales, po. 39 gradë. Shtuar ndryshimeve klimatike edhe ky fenomen i cili tashmë ka startuar dhe është një fenomen klimatik i cili ka një periudhë të caktuar një herë në 2 apo në 4 vite, her pas here shfaqet, si kundër është edhe e kundërta e tij La Niña, që sjell një freskim të motit, janë prezent, aktualisht do të na ndikojë më ndryshe, sepse ndryshimet klimatike kanë bërë që ne termometrin 40 gradë, temperatura 40 gradë, të paktën në 2-3 dekadat e fundit i kemi shumë prezente. Ndryshe e quajtur i gjithë kontinenti europian po përjeton të nxehtin afrikan ose kupole nxehtësisë, e cila po shënon temperatura rekord në vende të cilat nuk kanë shënuar në klimatikisht temperatura të larta, siç është ishujt britanik, pra Britania e Madhe, është Europa qendrore, le të themi jo jugu i Francës, sepse jugu i Francës her pas here ka patur këtë temperatura, po kemi Gjermaninë, Zvicrën, Austrinë, kemi të nxehtin i cili shkon drejt deri në Skandinavi, pra deri në Suedi, në Finlandë dhe Norvegji, të cilët vendet skandinave po përjetojnë temperatura që nuk i kanë përjetuar më përpara. Ky nxehtë i cili ka përfshirë kontinentin europian, e ka kulmin e nxehtësisë Portugalia, Spanja, jugu i Francës dhe Europa qendrore. Në cilët muaj, Lajda, cilat muaj do të jenë më të nxehtë me kulme në temperaturat maksimale, ekstremisht të larta? Po le të themi që kjo nxehtësi që po shënohet atje dhe Shqipëria është në periferi dhe gjatë këtyre ditëve deri ditën e premte ne jemi rreth vlerës 36-37 gradë,
në fundjavë dhe javën tjetër do zhvendoset drejt rajonit të Ballkanit, do zhvendoset drejt Europës juglindore, pra do të përfshi Shqipërinë, Kosovën, Republikën e Maqedonisë së Veriut, Greqinë, Turqinë, pra gjithë këto temperatura që po përjeton Portugalia dhe Franca deri në 42 gradë, parashikoj që të spostohen drejt rajonit të Ballkanit dhe Europës juglindore. Nuk është se ka ndonjë muaj të përcaktuar, parashikohet që fundi i qershorit dhe fillimi i korrikut të startojë me temperatura të larta. Masat e nxehta afrikane përgjatë kësaj vere do jenë shumë prezente. Dhe kjo verë është ditë të nxehta shoqëruar me ditë shumë të nxehta. Pra nuk do të jenë 1 ose 2 ditë ose pothuajse fare ditë ku termometri të jetë në vlera normale. Nëse flasim për vlera normale, qershori duhet i ketë 30 apo 31 gradë. Deri më tani qershori nuk ka patur asnjë ditë me këtë temperaturë. Pra me temperatura 31 gradë po i përjeton qarku i Korçës, që Korça është zona më e freskët në Shqipëri të verës, dhe temperatura 32-33 gradë ne po i shohim në Kukës, po i shohim në Has, po shohim temperatura të larta pothuajse në gjithë brendësi dhe urtësirën perëndimore. Megjithatë, fundjava do jetë e nxehtë edhe në Shqipëri. Qarqet të cilat do të jenë më të nxehta do të jetë qarku i Shkodrës, i cili përgjatë kësaj vere do ketë temperaturat më ekstreme. Krahasuar me pjesën tjetër të territorit. Do të jetë qarku i Beratit, do të jetë qarku i Gjirokastrës, më pas do të vije Elbasani, Tirana, Fieri dhe Lushnja. Parashikohet që temperatura shumë të larta do ketë zonat malore Kuksi dhe Hasi. Pak më freskët do të jetë Juglindja, por siç e shikojmë tek harta, të gjitha ato ngjyrat që janë, ngjyrat që vijnë nga ngjyra roz deri në ngjyrën pink dhe mavi, do të gjithë territori shqiptar do të ketë temperatura më të larta se ç'duhet të jenë. Ajo ngjyra gri do të thotë vlera normale dhe shohim që në hartë ne nuk kemi asnjë ngjyrë gri. Pra asnjë zonë e territorit shqiptar nuk do të ketë temperatura normale klimatike që përkasin qershorit, por të gjithë do jenë më të larta. Ngjyra mavi është ngjyra më e theksuar dhe aty do presim edhe vlerat më ekstreme që presim për gjatë fundjavës dhe fillimit të javës tjetër. E kuptova, kjo do të sjellë pastaj rrezik edhe për zjarret apo jo Lajda, me gjithë këto temperatura dhe gjithë këto qytete të prekura. Zjarret janë kryesisht më problemi kryesor dhe përveç zjarreve janë fenomenet ekstreme të rrebesheve. Ne kemi patur dje në Juglindje dhe parashikohet që e gjithë kjo javë paraditja të jetë shumë e nxehtë dhe pasditja të rrezikohet nga breshëri, nga rrebeshe shiu, nga her pas here një stuhi e fortë ere e cila zjan disa minuta apo sjell probleme në shkatrimin apo shkuljen e ndonjë peme, nga rreshitja e verash dhe zona lindore, pra Barancuri, Kuka, Kuksi, Buqiza, Burreli, Tirana, Elbasani, Librazhdi dhe gjithë Juglindja, Pogradeci, Korça, Erseka do preken çdo pasdite nga ky fenomen. Sikundërisht e dje qarku i Korçës, sidomos Juglindja gjatë kësaj jave do të ketë paradite diell dhe nxehtësi dhe pasdite do të ketë rrebeshe, do ketë breshër, her pas here të fortë. Pra janë temperatura që nxisin krijimin e këtyre fenomeneve dhe janë të pashmangshme. Ne do t'i kemi prezente pothuajse gjatë gjithë verës, edhe pse në fakt vija bregdetare është më pak e prekur. Pra vija bregdetare, gjithë ata që shkojnë me pushime, nuk mund të përcaktojmë cili është muaji ideal. Tashmë nga ky moment që flasim dhe deri në lethimin në datën 20 gusht parashikoj që moti të jetë shumë i nxehtë. Për ata që nuk i pëlqejnë pushimet me temperatura 36 apo 37 gradë, rekomandohet pjesa e dytë e gushtit dhe shtatori, ku termometri mund të jetë edhe 32 apo 33 gradë, por më nxehtë do të jetë korriku dhe pjesa e parë e gushtit. Pikërisht në këtë interval kohor, presim që të kemi edhe ato maksimumet më të larta të verës. Duke qenë se e cek edhe më herët që ka startuar fenomeni El Niños, është e pritshme ose ka një probabilitet shumë të lartë që të kemi thyrje të rekordeve. Deri më tani, rekordi i kontinentit evropian është viti 2023, ka qenë vera 2023-shit, 48.8 grade shënuar në Sirakuz. Kjo është temperatura më e lartë e shënuar të paktën në 3 dekadat e fundit. A do thyet ky rekord? Në fakt ka një probabilitet që edhe mund të thyet ky rekord, duke qenë se ne kemi startuar që tani me temperatura 40. Larta, po, përtej normales.
Ndërsa në territorin shqiptar ne kemi temperaturën më të lartë, jo në histori, po temperaturën në vitet e fundit, paktën në 30 vitet e fundit është shënuar 43.6 gradë në Elbasan në vitin 2023. Nëse do ta cekja, do thoja që vera e 2023-shit, cilësuar si vera më e nxehtë në histori, jo vetëm për Shqipërinë, por për gjithë Europën dhe botën, kishte një val të nxehti që u quajt Lucifer. Kjo val ka qëndruar gati 3 javë dhe duke qenë se ka qëndruar kaq gjatë, patëm edhe thyrje të rekordeve. Kishte Londra shënoi 40 gradë, kishte temperatura 48.8 në Sirakuz, kishte Europa Qendrore, kishte Kanadaja, kishte India, në Shtetet Bashkuara të Amerikës u shënuan temperatura shumë të larta, Shqipëria, Mesdheu, kështu që i bie që edhe gjatë kësaj vere ne presim që të kemi temperatura mjaft të larta. Sa do të jetë kjo verë më e nxehtë se 2023-shi, kjo mbetet për të analizuar në fundin e verës ku bëhet një mesatare 3 mujore dhe krahasohet gjithmonë me 2023-shin. Po më gjatë do të jetë si verë, sepse këto valë të nxehtë sikur e zgjasin verën, Lajda. Absolutisht që po. Parashikohet në fakt që të vazhdojnë pushimet në shtator, mund të kemi pushime deri në datën 20 tetor. Mund të kemi pushime mjaft të gjata. Megjithatë, temperaturat e larta të kësaj vere do sjellin një stin krejt anormale të vjeshtës. Pra mund të kemi përmbytje, mund të kemi rrebeshe, mund të kemi shira intensiv, sepse gjithë këto temperaturat larta që do t'i përjetojmë gjatë kësaj vere, patjetër që do të shkarkojnë për gjatë vjeshtës, që mund të fillojnë nga pjesa e dytë e tetorit dhe kryesisht nëntori, si një muaj shumë i lagësh që është edhe për nga ana klimatike. Qartë. Lajda, të falenderoj, cekëm pak edhe këtë thirrjen që ka bërë OBSH për marrjen e masave nga qeverit, sepse nuk flitet për goditjet e valve të nxehtit, për numrin e viktimave që shënon goditja nga i nxehti, valët termike. Kështu që qeverit duhet të marrë masa, ndoshta një thirrje nga ana juaj dhe për qeverinë tonë? Në fakt, Shqipëria nuk e ka ende alarmin e kuq, sikundër ka paralajmëruar Portugalia, Spanja dhe Franca. Ne nuk e kemi akoma disponibël, edhe pse ne e kemi cituar her pas here që duhet kemi kujdes. Pra alarmi i kuq është kur pezullohen punimet në ambiente të hapura, për gjithë ata që e kanë punën e detyrueshme që janë në ambient të hapur, patjetër që është problem kur termometri shënon 40 apo mbi 40 gradë. Le të themi që thirrja është që fundjava dhe java tjetër, sidomos fillimi i javës tjetër, nga ora 10:30 deri në orën 2:30-3 është intervali ku është intervali i pikut, i themi nga ana meteorologjike, ku presin temperaturën e lartë, duhet patjetër që lëvizjet e panevojshme, duhet problemet janë moshat e treta, fëmijët, njerëzit me sëmundje kardiovaskulare, njerëzit që kanë një imunitet vulnerabël, duhet të kenë kujdes dhe nëse nuk e kanë të nevojshme për të dalë, nuk duhet të dalin. Për ne që e kemi të nevojshme të shkojmë në punë apo të lëvizim, duhet të shohim ose duhet të ndjekim aty ku ka hije, sepse flasim për temperaturat matura në hije me 40 gradë dhe në diell është 5 gradë më shumë. Pra ambientet e zhveshura, termometri që shënohet zyrtarisht vlera 40 gradë, ne e perceptojmë dhe ndjejmë si 45 ose 46. Qartë. Faleminderit Lajda, të uroj ditë të mbarë. Faleminderit për informacionet që përcollet tek ne. Ndërkohë pas publicitetit, Rezi Avion me historinë e Blerinës, në ndiqni pas publicitetit.